Po si mund të mbasi kohë Shqipëria, ndërkohë që Jagu është këtu, se shumë nga ju Malinezi nuk e keni një emër në hartën e Ballkanit, as nuk e keni thjesht një vend ku keni shku 2 herë, por e keni një vend ku keni hyrë, ku keni dalë, qysh nga viti 1991. Tani, kujtoheni pak Malinezi si ishte në 91-shit, dhe shikoheni si është sot. Pse nuk jemi dhe ne sot ashtu? Akoma? Dhe pse nuk duan që të na lënë që t'jemi jo ashtu, po t'jemi ku e ku më mirë se ashtu, sepse duhet të nxjerrim të huajt jashtë, sepse duhet ta bëjmë Shqipërinë. Çfarë duhet ta bëjmë Shqipërinë? Rezervat për blogera dhe për influencera. Se më thoshin, po qa bëre ashtu dje, si qa bëre ashtu dje? Po, më tregonte një nga ato punojësit e rinj, ishte njëra te Kulla Eiffel. Te Kulla Eiffel dhe kishte bëj foto, kështu, edhe duke 3 herë më e gjatë se unë, aqsa e kur e pash tash po mbi kështu sipër, edhe thoshte shqyr u hap koha në Paris. Natyrisht, në qoftë se ti i ke gjitha mundësit të shkosh çdo fundjavë, sa në Paris, e sa në Dubai, e sa ku di unë se ku, ty për hajër dalë, po ti nuk ke pse i thu shqiptarëve që atje e dua komplet të virgjër bregun e detit. Atje nuk du të shoh asnjë ndërtim. Atje du rërën, dua flamengot, dua dhe pembët, se atje do dalë me bikini. Me bikini, edhe do dalë kështu në profil. Tak, edhe me atë fjen e vogël këtu që duket, edhe që gjithë këta që i shkojnë nga mrapa në protestë, tonë inshallah po i kputet lidhja. Apo jo. Edhe ajo ecën kështu, edhe ata e shohin inshallah po i kputet ajo lidhja dhe ta shohim tamam flamengon. Ishte një tjetër, ajo ishte super fare. Dhe këta kështu me që të themun, dynja e madhe me like. Kjo tjetra, kishte i stil tjetër. Para se të fliste për natyrën, edhe për flamengot, edhe për shporru e dirama, kjo nxirrte kremra. Që ti, kur futesh atje, që të bësh solidaritet për zojt, të kapsh edhe në një krem që i bën reklam kjo. Kremra fytyre. Të pak të musi fytyre mu dukun se kush e di se qa tjetër fërkohej me ato. Dakord më shumë mirë, unë kam shumë respekt për gjithë ata që e bëj fytyrën me krem. Po Shqipërinë nga qa duan me mbrojt ta? Rrezikun e Shqipërisë ku e shohin këta. Kjo është gjëja që pysun. Dhe si mundet këta t'i kthehen Partisë Socialiste, t'i kthehen qeverisë, t'i kthehen vullnetit të gjitha atyre njerëzve që kanë votu, në ndërkohë që Jagu është këtu drejtuesi politik i Shkodrës, ne ishim ata që nxorëm Shqipërinë nga një errësirë ekstreme ku kërciste generatori në të 4 anët, po pse imagjinoni këto atëherë duke bë kështu, duke bë nga këto reels me generatori këtu poshtë grrrr. Edhe duke dalë kështu dhe thu qa po i lu. Grrrr. Edhe s'bëshin dot. Po këto video, e këto selfie, e këto foto, e këto gjitha bëhen në këtë Shqipëri. Bëhen në këto qytete. Natyrisht edhe në këtë natyrë. E duhet pak me pas kujtesën më të gjatë se sa postimi fundit që të shef. Se nuk ecet kështu. Nuk shkohet kështu përpara dhe nuk punohet shumë të gjitha. Ne jemi vërtet një
forcë e përsërisë që nuk kemi asnjë arsye që të pretendojmë se kemi bërë çdo gjë mirë. Por ama askush nuk mund të dali dhe të thotë që ne jemi tradhtar, që ne jemi shkatrimtar, sepse ne jemi patriot dhe jemi shpëtimtar. Mjafton të mendosh se sa mira e mira njerëz i shpëtuam nga vetmia në qell të hapur edhe nga gërmadhat e jetës tyre që ju shkatrua për 30 sekonda kur atë tërmeti. Ashtu si kundër, mjafton të kthesh kokën pas. Edhe të shofësh se qa ishte Shqipëria, sot mua më vjen shumë mirë që i shoh vajza e djem që dalin me flamuj në Milano, në Bruxelles, po i parafityroni ju shqiptarët para 10 vjetësh, duke dalë si zogj kudo, të lirë, por më shumë se të lirë krenar, më shumë sa krenar të sigurt, sepse nuk i shef më njeri si delet zeza, nuk shkojnë t'i kapi policia të thotë hajde këtu, se juve qa keni bo, ku jeni, dokumentat, be qa merrni. Po si ndodhi kjo? Apo e solli koha me Fevziun? Si ndodhi kjo? Kjo ndodhi sepse këtë e solli puna jon me të gjitha ata shqiptar që na kanë besuar dhe që nuk i kemi tradhtuar asnjëherë. I thash një personazhi kishte dalë dhe ai. Ata e njoh. Ori thash më hiq një kuriozitet, pse dole më vllai? Pse dole më vllai? Pse deli? Ç'a ke? Ç'a shqetësimi ke? Hajde mos se ti ke muhabet me më byt, hajde më pyet çfarë shqetësimi ke? Ç'a po ndodh këtu? Ta shpjegoj unë, pastaj po s'më mësove dil. Po jo burrë tash po leje tash se s'është puna ambienti ajo tash. Po ti ç'a ke? Po shikota se ata kanë shqetësime, mor ata i kuptojnë ti ç'a ke. Ti ç'a ke më vlla? Jo dha se shikota se ore tha shikota tani tha unë tha kam më vlla Instagrami tha. Po aty bëhet nami me like, me follower, si ti lej unë ata më vlla. Këta rrin dalin atje që të marrin më shumë followers e më shumë like nga këto që se është konkurrencë atje, shkojnë me mbledh misër atje. E kuptoni se ku jemi apo jo? Dhe unë nuk du fare të them që s'ka arsye për të protestuar sot në Shqipëri. Patjetër që ka arsye për të protestuar, po mbi të gjitha sot në Shqipëri ka arsye për të punuar. Patjetër ka arsye për të protestuar, po mbi të gjitha ka arsye për të ndërtuar. Patjetër ka arsye për të protestuar, po mbi të gjitha ka arsye për të bashkuar, sepse dera që na është hap për të hyrë më në fund në atë shtëpi ku përfundimisht shqiptarët do jenë të barabartë, jo vetëm me zakon, po edhe me ligj. Jo vetëm me ligj, po edhe me zakon, është një derë që ne nuk mund ta lejojmë kur që ta mbylli po shqiptari. Atë që kemi ndërtuar në gjithë këto vite, ne nuk mund ta lejojmë kur që të bëhet si Kala e Rozafës. Dhe të gjitha atyre që e kanë seriozisht shqetësimin për mjedisin, që e kanë seriozisht shqetësimin për zvërnecin, që e kanë seriozisht shqetësimin për mënyrën si do zhvillohet Shqipëria nesër, ju them, bujrëm, dëgjoni argumentat. Bujrëm, të ndajmë bashk faktet. Ju nuk mund të thoni anullo projektin kur projekti është duke u punu. Dhe projektin nuk po e punojnë influencerat, me blogerat, edhe me ca të tjerë që bëjnë sigur i din gjitha dhe s'din asgjë. Projektin po e punojnë një grup i madh njerëzish. Dhe projekti nuk do të vinë Shqipëri as për të shkatruar Shqipërinë dhe as për të lënë fytyrën këtu dhe reputacionin këtu ai grupi investitorësh që mund të shkonte dhe mund ta bënte ku të donte projektin.
Dhe edhe nesër mund të hiki, mund ta bëj ku doj. Po e hëngrëm një herë ne që na hiku investitori nga Durrësi, shkoi në Tivat, edhe bëri Port of Montenegro që do ishte Port of Durazzo. Edhe urdhërot ashti, ne duhet gjimojmë Malinezi akoma, sepse ja bëm vetes. Jo, nëse duan të flasim për projektin, flasim për projektin. Po duhet durim kur projekti të prezantohet. Duan të flasim për si do mbrohet mjedisi, flasim si do mbrohet mjedisi, po duhet durim për të parë se si ata që do vinë për të bërë projektin do të tregojnë dhe si do ta mbrohet mjedisin. Si do flasim shumë në Hatlla, dhe do ta lëm Shqipërinë. Shqipëria sot ka 27 miliard e diçka më shumë euro prodhimin e vetë kombëtar, dhe ne do i themi jo, ne nuk na duhen 4 miliard euro, s'na duhen, po kur thoshin sa, nuk na duhen ato, mbajni vetë ato. Ne nuk na duhen. Po ç'a duhet ty? Nëse nuk të duhet ty, i duhet popullit shqiptar. Nëse nuk i duhet një pjesë që as kuptojnë se ç'a flasin, i duhet të gjithë pjesës tjetër dhe i duhet nesër edhe atyre që s'kuptojnë ç'a flasin, siç u desh stadiumi. Se dolën atje protestonin ke stadiumi që po prish ajo hale atje që quhej stadium kombëtar. Dhe pastaj kur u bë stadiumi që erdhi edhe finalja e konferencës ligës, finale europiane, vinin atje dhe me kapele kështu që mos dukeshin. Se kishin dalë kundër. Nuk ka asnjë projekt madh, nuk ka asnjë ide të madhe, nuk ka asnjë ëndër të madhe që nuk ndesh në kundërshti të madhe. Por ama nga ana tjetër, nuk ka asnjë kundërshti të madhe që ndalon Partinë Socialiste. Unë dua t'ju falenderoj sinqerisht që morët mundimin bët gjithë të ngjitje këtu në Kala. Uroj shumë që të bëjmë shumë më tepër edhe për Shkodrën. Shkodra tani po hyn në një fazë tjetër, por ajo që është më e rëndësishmja është që duhet gjithë bashku të bëjmë çdo gjë që këtu në këtë vend të sjellim sa më shumë fonde të mëdha për investime të mëdha. Të gjitha vendet maten me sa e kanë volumin e investimeve të huaja. Të gjitha vendet. Këta thonë, nuk duam të huajna. Po ç'a doni ju? Ç'a doni ju? Se do vi moment që edhe Flamingo do mërziten, do hikin fare, po që se kjo punë u bë ka kështu. T'jeni të bindur që jemi jo vetëm në rrugën e dur, po kemi me vete të drejtën. Dhe jo vetëm të drejtën që na jep vota e popullit shqiptar, më bindse se asnjëherë tjetër, por të drejtën që na jep misioni ynë historik. Asgjë më fisnike se ky mision s'ka, që ne brenda kësaj periudhe, brenda kësaj dekade, ta përmbushim një ëndër të madhe, ta përmbushim një amanet të madh dhe ta bëjmë Shqipërinë vendin ku askush më nuk do të ndjehet as i përjashtuar nga Europa dhe as i nëpërkëmbur nga Europa, po gjithkush do të ndjehet jo vetëm shpirtërisht, por edhe ligjërisht qytetar i barabartë i Bashkimit Evropian. Shumë faleminderit.
Po me